Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi deklaroi se vetëm këtë vit qeveria ka parapar 40 milion euro për masa kundër papunësisë. Të papunët do të stimulohen të përfitojnë grante nga Agjencia për Punësim, ndërsa punëdhënësit do të përfitojnë nëse punësojnë të rinj. Sipas Durmishit, edhe pse nuk mund t'i ndalojnë të rinjët të largojnë nga vendi, përmes këtyre masave, ata mund të krijojnë mundësi për vetpunësim dhe hapje të bizneseve. Plani operativ u prezantua sot para qytetarëve të Tetovës. Vetëm nëpërmjet masave të vetpunësimit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, që do të realizohen nëpërmjet Agjencionit të Punësimit, do të ndahen mjete financiare deri në 10.000 euro për çdo të ri i cili është deri në moshën 29 vjet. Dhe deri në 7.000 euro do të ndahen mjete për hapjen e vendit të punës apo për hapjen e themelimin e ndonjë kompanie për personat të cilët janë mbi 29 vjet dhe bashkërisht nëse ofse vendosin 2 persona për krah financiare do të jetë prej 14.000 deri në 20.000 euro. Nga Agjencia për Punësim thonë se qëllimi është që këto mjete të dedikohen personave të papunë dhe punëdhënësve të cilët do të stimulohen për të krijuar vende të qëndrueshme të punës. Rëndësia e këtyre masave është ato dedikohen personave të papunë dhe punëdhënësve. Ndërsa qëllimi është i këtyre masave që të nxitet punësimi, të zvoglohet papunësia dhe të krijohen vende të qëndrueshme të punës. Në Maqedoninë e Veriut, për tani ka 94.700 persona të papunë, 61% prej të cilëve janë me arsim të ulët. Sipas drejtorit të Agjencisë për Punësim, të dhënat tregojnë se kompanitë që hapen përmes kësaj agjencie janë më të suksesshme se ato që hapen drejt për drejt përmes regjistrit qendror.